Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Jemi në të dielën e 5 të Kreshme të Mëdha, dhe kjo e diel quhet e diela e Maria Egjiptianes. Po kush është Maria Egjiptiane, për ata që ndoshta nuk e njohin jetën e saj, dhe pse kisha e ka vendosur kujtimin e saj në të dielën e 5 të Kreshme të Mëdha, që ne dim që ajo kujtohet në datën 1 prill. Maria Egjiptiane është një personazh i pazakont. Ishte prostituta më e madhe në Kartagjen. Ka jetuar në shekullin e 6. Jetën e saj na i ka treguar një oshënar, një shenjtor, Shën Zosimaj, i cili arriti në lartësira shpirtërore dhe kërkoi nga Zoti një tjetër njeri që kishte arritur në lartësira më të mëdha që ta mësonte atë. Dhe Perëndia e drejtoi në shkretir. Dhe atje në shkretir ai takoi një grua e zhveshur, lakuriq, i cila i kërkoi rrobën e tij që të mbuloi, dhe pastaj i tregoi jetën e saj, që është jeta që ka tronditur shumë njerëz, ka ndryshuar si një shembull shumë njerëz gjatë shekujve, edhe në kohën e sotme. Ajo tregonte se në moshën 12 vjeçe mbeti jetime, dhe kështu, duke mos pasur përkujdesje prindërore, ra në kurvëri. Fatkeqësisht, zakonisht kështu ndodh. Por tregonte se nuk ra në kurvëri thjesht se kishte nevojë për ushqim, për përkraje, por se kishte dëshirë seksuale të papërmbajtur. Thoshte që një zjarr epshi ishte tek mua dhe nuk shuheshe kurrë. Dhe kështu kaloi 17 vjet në këtë jetë imorale të padëgjuar. Tregonte se njëherë u ngjit mbas disa pelegrinëve, të cilët shkonin në Jeruzalem për të falur kryqit të Zotit, që në atë kohë ishte gjetur dhe ishte lartësuar dhe ishte vendosur në kishën e ngjalljes në Jeruzalem. Hypatën Natania thot, por jo për t'u falur kryqit, por për të kurvëruar me pelegrinët. Bëra mëkate të padëgjuar. Dhe çuditem, thot ajo, si nuk u mbytëm në mes të detit. Dhe kur arriti në Jeruzalem dhe shkoi bashkë me turmën drejt kishës së ngjalljes ku ishte kryqi, edhe ajo nga kurioziteti kërkonte të hynte, po një fuqi e ndalonte. Të gjithë hynin, vetëm ajo nuk hynte dot. Mendoi se ishte një rastësi, por kur provoi, e kuptoi se Perëndia nuk e lejonte për shkak të mëkateve të saj. E ndjeu veten larg Perëndis, të ndryshëm nga njerëzit, të mallkuar për mëkatet e saj. U pendua, pati një vrasje të gjegje, një ndryshim, por nuk ishte kurajo. Atëherë u drejtua një ikone të Virgjeshës Mari. Ju lut me lot. I tha, lutju birit tënd, se të premtoj se do ndryshoj. Mori kurajo dhe shkoi përsëri. Pengesa nuk ishte. U fal kryqit, e lau me lot. Pastaj shkoi përsëri te ikona dhe tha, çfarë duhet të bëj? U dëgjua një zë. Shko për te Jordanit në shkretir dhe atje do tregohet se çfarë duhet bësh. U pendua, rrëfeu mëkatet e saj, u kungua dhe pastaj u nis në shkretir.
Mendoj se do t'ishte një kohë e shkurtër, por në shkretëri qëndroi 40 vjet, derisa edhe rrobat ju grisën. Ajo tregonte se për 17 vjet, 17 vite që ajo kishte kurvëruar, për 17 vjet ajo u tundua nga demonët, të cilët i kujtonin dashnorët e saj, ushqimet e shishme që hante në bordello, madje gjente veten duke kënduar këngë erotike. Për 17 vjet, lutej duke rënë përmbys në pikë të diellit, i kërkonte Vigjershës Mari derisa largoheshin tundimet. Por mbas 17 vjetësh, kur ajo i lau me lot mëkatet e saja dhe me kreshëm agjerim hiperbolik, erdhi pa pasionshmëria. Ajo nuk ndjente më, jo vetëm mëkatin, jo epshin, por nuk ndjente as të ftohtin, as të nxehtin, as urin. Ishte përsi një ëngjëll. Dhe kur Zosimaj i tha, lutu nën për kishën, kur u lut, ajo ngrit nga toka. Lutej e ngritur në ajër. Dhe Zosimaj mësoi nga jeta e oshënares Maria, të cilën e kongoi mbas një viti edhe ajo fjeti në Zotin. Të dashur të krishterë, pse kisha në ortodokse na kujton këtë të diel, këtë personazh, këtë prostitut, po që nuk mbeti prostitut, po që u bë nën oshënare, model për pendim, rrëfim, vetë përmbajtje. Sepse neve kemi kaq kohë që kreshmojmë, kaq kohë që kemi hequr dorë nga disa ushqime. Por ne rrezikojmë që kreshmën ta kthejmë thjesht në një dietë, duke menduar se nuk ka ngrënë mish edhe bulmet, neve jemi në rregull me Zotin. Ne tani u shenjtëruam, ne tani presim kurorat. Jo. Në qoftë se neve në këtë periudhë nuk kemi pasur ekzaminim të vetvetes, të njohim mëkatet tona dhe të shkojmë t'i rrëfejmë mëkatet tona me pendim, ne nuk kemi bërë asgjë. Kreshma është një dietë, madje nuk është një kreshëm e pëlqyer nga Zoti. Thot Shën Gojarti, është kreshëm e djallit, sepse na nxit në krenari. Të gjithë kemi nevojë për pendim, rrëfim. Do thoni juve, unë s'jam imoral, unë s'jam prostitut. Të dashur të krishterë, çfarë thot Krishti? Çfarë na thot gjithëve neve? Është të thënë mos kurvëro, mos thuaj kurorën. Por unë po e them, kushdo që e shikon gruan e tjetrit me dëshirim, edhe kundërta burrin e tjetrit, ka bërë thyrje kurore në zemrën e vet. Kush nga ne këtu pretendon se nuk ka një mendim imoral, epshor, nuk i ka kaluar në mendjen e vet, nuk ka parë diçka të ndaluar moralisht? Shën Vasili Madh thoshte, unë nuk jam i virgjër, sepse njerë në mendjen time mendova për një grua. Të dashur të krishterë, ne nuk gjykojmë vetëm për veprimet, por dhe për mendimet. Dhe mendimet mëkatare, imorale, perverse janë farat e mëkateve, që sot fatkeqësisht bota i ligjeron, i promovon. Sot dëgjojmë psikolog, psikiatër, që thonë shturja ose liria seksuale është e domosdoshme, është e shëndetshme. Dhe sot fatkeqësisht mësohet edhe nëpër shkolla teoria e Freudit, e libidos. Dhe çfarë ndodh? Fëmijët tanë që nuk kanë arsye në shëndosh për dalluar të mirën nga të keqja dhe nuk kanë jo vetëm kujdesin nga shoqëria dhe nga shkolla, por kujdesin e prindërve. Sot çfarë po bëhet? Po rritet një brez imoral dhe i pabes. Panseksual. Seksualiteti, liria seksuale sot është qëllimi i jetës. Jemi kthyer në mish. Nuk po flas për ata që janë jashtë, pra njerëz të botës.
Po flasim për njerëzit të brenda, për të krishterët, sepse ka dhe të krishterë, edhe të pagëzuar, edhe me tradit, që i pranojnë këto gjëra, që i lejojnë këto gjëra të vetja tyre, të fëmijët e tyre, dhe mendojnë se janë normal. Dhe kur dëgjojnë për tilla gjëra, thonë, këto janë gjëra të tepërta, fanatizma, që janë këto gjëra, po dëgjojmë në kish. Por, çfarë thot Apostulli Pavli? A nuk e dini juve se jeni tempulli i Perëndis dhe Perëndia banon me anë të shpirtit të tij tek ju? Edhe ai që prish tempullin e Zotit, Perëndia do ta prish atë? A nuk e dini juve që jeni gjymtyrët e Krishtit? Do marr gjymtyrët e Krishtit, do i bëj gjymtyrë lavirësie? A nuk e dini ju se ai që bashkohet me prostitutën, madje thuhet me kurvën, bëhet një mish me atë, dhe ai që bashkohet në frym, ai që bashkohet me Zotin bëhet një frym me atë. Ikni nga kurvëria. Çdo mëkat që bën njeriu e bën jashtë trupit, kurse që kush kurvëron e bën në mishin e vet. Pra këto janë fjalët i ka thënë Apostulli Pavli, apostulli i kombeve, na i ka thënë neve. Por çfarë ndodh sot? Të krishterët tolerojnë, bashkëjetojnë pa kuror. Kjo është kurvëri të dashur të krishterë. Mos toleroni, ju të ri, ju prindër fëmijët tuaj. Bashkëtesa pa kuror është mëkat i vdekshëm. Të ndan nga Krishti, të ndan nga kungata. Është mëkat që mjafton ky mëkat të çojë në ferr. Në qoftë se nuk pendohet ose nuk rrëfehet personi. Prandaj kemi shembuj të tillë. Sepse djalli vepron në këto mënyra. E para, djalli na nxit që të mëkatojmë. Thot, mëkatoni. Shikoni çfarë bën bota. Pse ndryshe nga bota je ti? Njeri je ti, me mish je ti. Bëje, askush nuk të shikon, askush nuk të dëgjon. Dhe njeriu gabohet. Pastaj, kur e kryen mëkatin, thot, tani e morë vesh të gjithë. Kështu që bën që mëkati yt të dalë dhe të deskritohesh. Dhe pastaj të thot, nuk e shpres. Ti tani je i humbur. Zoti nuk të pranon më. Shoqëria po të njollos. Atëherë dy gjëra ke. O vrit veten ose lëshohu në mëkat. Gabohemi. Prandaj kisha na jep shembullin unikal të Maria Egjiptianës. Në qoftë se kemi rënë në umnerën e mëkatit, e humbëm virgjërinë me kurvërin, ose bëm tradhti bashkëtorë. E para mos justifikohemi, e dyta mos të dëshpërohemi, të kërkojmë Zotin me anë të pendim rrëfimit. Ky është momenti të dashur të krishterë që të reflektojnë të gjithë. Në mos kemi bërë veprim, kemi mendim, shkojmë të rrëfehemi. Do ta mbyll këtë bisedë që mund të jetë shumë e gjatë me dy histori. Një herë vajza një mbretit të Anglisë e humbi virgjërinë, ra në mëkat me një abortar dhe nuk e tregoi. I ati tha që duhet martohesh bi, por ajo kishte humbur virgjërinë dhe kishte frikë se do të kuptohesh. Tha, baba, unë do bëj murgesh. Moj bi, tha, po ne duhet martohemi në familjen tonë, sepse kemi lidhjet politike e siç janë punët e mbretërve. Ajo këmbguli tha, do bëj murgesh dhe kam dhënë një premtim Zotit. Po të pendohesh, të rrëfesh dhe ta lirosh premtimin. Jo, tha. Atëre e toleroi ati dhe ajo jetoi jo si murgesh, po jetoi si shenjtëresh, por nuk e rrëfeu mëkatin. Kishte frikë, edhe të shkonte ta rrëfente, se mos dilte. Dhe vdiq pa pritur. Njerëzit menduan se vdiq një shenjtore. E varrosën me priftëri, me peshkop, e me histori të tilla. Por çfarë ndodhi? Në mbrëmje, në lumin tamiz që është përballë, ku gjithë njerëzit ishin mbledhur, doli një njollë e zezë në ajër. Dhe një zë u dëgjua, që të gjithë ta merrnin vesh. Unë jam vajza e mbretit filan. Jam në ferr, sepse bëra njerë mëkatin e kurvërisë dhe nuk e rrëfeva. Tani tregohet një tjetër histori, që janë historitë e kishës. Ishte një murgesh, një virgjëresh, por për shkak të krenarisë e humbi virgjërinë. Ajo nuk u dëshpërua, u pendua, u rrëfye, qau me lot. Edhe kur fjeti në Zotin,
dhe donin të varrosin, në mes të kishës u dëgjua një zë. Më shumë më pëlqeu pendimi i saj se vigjeria e saj. Prandaj të dashur të krishterë, të kemi kujdes ka mendimi krenar, sepse ai na rrëzon, por dhe nëse ra mëkat mos dëshpërohemi, sepse Perëndia nuk do vdekjen e mëkatarit, po do të kthehet, të mbetet e të jetë gjallë. Amin.